se I ka humbur glamuri. Kilo grek. Ku është udhëtimet më të vështira dhe më të lodhshme? Udhëtimet Kam një pikë, po vazhdoni ju. Udhëtimet e lodhshme. Kam qenë një në Faroe, nuk e di pse vajta atëherë. Neve, jo më neve na gënjenin dhe gënjenin. Ato ne kur gënjenin. Edhe tani atëherë më thot mua që hajde në Faroe. Do shkojnë në Faroe, isha në avion me këta Sukaj, Kilmalika, Hyka, të gjithë ta. Faroe vjen shumë e bukur. Tare sa frikishin në bobot, çapo no, fiton 5-0 për Rigore Sukaj. Vjen I bukur ishte Faroe. Jetë vin vendi më top. Pasioni, asokoj ka qenë më I madh, vino, për futbollin, për kombëtaren, për flamurin. Sot është interes më. Shqipëria ishte një skuadër gjithmonë e talentuar, gjithmonë shumë e talentuar, po nuk fitonte dot. Bonin gjithçka, linin shpirtin fushën e lojës. Dhe në Tiranë shurë Sopaletës edhe në Bielorusi. Ata që luftën e dytë botërore, bielorusët kanë qenë shumë luftëtarë. 50 vjet vetëm gra. Gjergji ka ardhur më I rritur nga Bielorusia. Erdhën ato me kështu pastaj me automatike dhe rinte dhe Balotelli aty me ata. Nuk e di, nga vendet më të bukura që kam parë Edinburgh, nga qytetet më të veçanta. Fakt me tambushatin. Isha zënë me tambushatin një shpresave për të rregulluar dhënat, fakt. Edhe avionin deti 4 orë në ajër se nuk ulte dot nga rryma. Shifshim. Egi nuk e di do bashkohet tek ideja, por kur kemi shkuar për të parë në Perrog Girek kur ishte kombëtare në Francë 2016, ishte një qytet që na u duk shumë I çuditshëm. Ishte shumë I bukur sepse ajo zona Britanjës, që I thënë Francë, përballë kishin Britaninë e Madhe sigurisht, por ishte tamam si qytet kuklash, domethënë çdo gjë përjashto kur I thënë gjelbrimi që ishte një nga vendet me gjelbrim më të madh në botë, gjëra të tilla. Po ishte me vërtet vend shumë interesant. Fillim na ngjati shumë I trisht, ose ishte më qetë se ç'duhet për ritmin tonë të zhurmës.